Gjek Gjon Lekaj në 20 vjetorin e fondacionit Dom Simon Filipaj. Jemi mbledhur për të nderuar 20 vjetorin e themelimit të fondacionit Dom Simon Filipaj, që mban emrin një personalitetit të madh kombit shqiptar. Për mua është nder të veçantë të marr pjesë në këtë jubilej fesnik. Dom Simon Filipaj, i lindur në Triash, nishti mësimet në vendlindje, vijoi në Tivar dhe më pas në seminarin jezuit të Shkodrës. Studimet e larta e përfundoi në Fakultetin Teologjik të Zagrebit, ku shquan filozofi dhe teologji. Pas kthimit në atë shërbeu në Triash në kurse të vështira në regjimin komunist, por me përkushtim të rrallë ndaj njerëzve të thjeshtë. Në vitet 50 Treshi ishte i varfër dhe izoluar, por Dom Simoni qëndroi mes malësorëve, duke predikuar besimin, duke parahapur dijen. Ai mbetet shembull i rrallë i urtësisë. Në mortin e tij në shtator të 99-s morën pjesë figurat shquara nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Kroacia. Meshën u udhëhoqi miku i tij Zot Rok Midita, i cili krahasoi me Shën Jeronimin dhe Atë Gjon Buzukun. Papa Gjon Pali II e nderoi me titujt Monsinjor dhe Prelat, ndërsa shteti shqiptar i dha çmimin në infrashje. Përkthimi i tij i Biblës në shqip mbetet një nga arritjet më të mëdha të kulturës shqiptare. Si shtas shkrimtari Ismail Kadare, përkthimi i Biblës nga Dom Simon Filipaj është shembull i shkëlqyer se si mund të përkthehen veprat më monumentale të njerëzimit në gjuhën tonë. Dom Simoni shërbeu në Grut, ishte orator i përkryer dhe shpesh ndërmjetësonte në pajtime gjangjesh. Ishte njeri ekumenik që përfshinte në dashurinë e tij të gjithë njerëzit. Sot, 20 vjet pas themelimit, fondacioni që mban emrin e tij ka dhënë ndihma të mëdha për të varfrit, për studentët që ndjekin shkollat e larta, për ngritjen e shtatorës së Dom Simonit në Shën Gjergj. Është koha që ky fond të shndrohet në institucion gjithkombëtar që bashkon shqiptarët në emër të humanizmit të kulturës. Në këtë mbrëmje, me lejoni të përmend edhe disa bashkë atetar që kanë lartësuar emrin: Franz Shkrelin, Cafo Bogën, Richard Lukën dhe Zezen Eli, si dhe të rinj Samantha Shkreli, që me kënaqësi këndoi për Skënderbeun në Miss Globe USA.